E filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, me shirusit, me shërbërësit. E përshëndesim gjithmonë radhë dytë më të mirin e njerëzimit, vullin e gjithë pejgamberëve, Muhamedit alayhis salam. Zakonisht kur flasim për Isran e Mirajin, e themi se është mrekullia e Isras e Mirajit, i themi mrekulli gjithmonë. Edhe pa pikë dileme që është mrekulli, sepse është një vepër që i thën ligjet e natyrës, i thën ligjet edhe fizike, të një mrekulli e cila vjen prej anës së Zotit Madhreshëm. Pejgamberi nuk e ka bën Isran e Mirajin me takatin e vet. Zoti e ka udhëtu, Zoti ja ka bërë gjithë ato temë, nuk e ka bërë ai pej mundësive dhe pej dëshirës vet, le të themi. Mirë po, ajo që vëdu me thonë para juve që po du pak edhe mjështime me ndu pak dorën zemër, Isras dhe Mirajit i mungon një element themelor i mrekullive, i traditës së mrekullive. Cili është ky element? Sa herë ka ndodhur mrekulli në këtë botë nëpërmjet profetëve, se zakonisht mrekullit ju ka ndodhur profetëve. Mrekullia, domethënë, është një thyrje e një ligji me lejen e Zotit nëpërmjet një profeti që provon me vërtetu se ai është profet, ai është i dërguar i Zotit. Ai nuk e të bëhet vepër vet, Zoti është duke bërë nëpërmjet dorës tij për me vërtetu se ky është i dërguar i Zotit. Sepse asnjë pejgamber nuk ka pretenduar që vetë u bën mrekulli ai. Ai s'ka bën mrekulli vet. Me argument që krejt profetët para shpalljes nuk kanë bën mrekulli. Mrekullit janë bën mas janë shpallje. Çka e bë me kuptuar që asnjë s'ka pretenduar, asnjë profet s'ka pretenduar që i bën mrekullit vet. Mrekullit i bën Zoti nëpërmjet dorës profetëve. Mirë po, elementi, ku është elementi këtu që po dojna që mungon te Isra e Mirajit? Mrekullit, kur kanë ndodh, zakonisht kanë ndodh për ballë idhujtarëve, pa besimtarëve, edhe ata kanë pa qatë thyrje të ligjit, ata kanë pa qatë vepër mrekulli, edhe tani, ose i kanë besu, ose e kanë mohu. Kryesisht, nëse i analizoni gjitha mrekullit e profetëve para Muhamedit alayhis salam, janë kanë qësoj natyre. Kur kanë ndodhur diçka e jashtëzakonshme, e jashtënatyrshme, ajo kanë ndodhur për ballë idhujtarëve, për ballë pa besimtarëve, ata e kanë pa, o e kanë besu, ose kanë besu tani. Tani pyetja që na vjen neve këtu është Isra dhe Miraji, a kanë ndodhur për ballë synit njerëzve? A kanë pa njerëz ka udhëton pejgamberi? Përgjigjja është jo, se kanë pa. Se njerëzit nuk e kanë pa me sytë e vetë, se u konë natë. Me pas dash Zoti me pa njerëz dhe kishë but ditën. Çka jep me kuptu se Isra dhe Miraji është një mrekulli e cila nuk i ka në target, nuk i synon pa besimtartë, që me thonë a priori ose në shkollë të parë. Nuk e ka për qëllim që me mrekullin e Isra e Mirajit me i sfidu pa besimtartë. Se pa besimtartë nuk e kanë po heq. Ata me të po nuk të besojnë, e lemo pa të po. Isra dhe Miraji është udhëtim ekskluziv, mja shiru krejt plagët që ju shkaktun gjatë gjithë kësoj kohë pejgamberit, veçanërisht dy plagët e fundit. Cilat janë plagët e fundit? Dy njerëz më të dashur në jetës i vdesin pejgamberit para Isra e Mirajit. I vdes Axha, Ebu Talibi, edhe i vdes gruaja Hatiqja. Mentalitetin e atëhershëm, deri dikon edhe të tashëm, baba e migja e vllave kushërit ta sigurojnë shpinën jashtë shtëpisë kur dilsh. Që më thonë, krijon siguri jashtë shtëpisë. Mëra shtëpisë dvyn një bashkëshorte, dvyn një nuse, që ta ndrejt ditën, që ta thot një fjalë të mirë, që të pret me buzëqeshje. Që ajo ta ndrejt ditën, ty mundesh me konkretar komune, me të respektu krejt dyjaja, kur të vish në shpjek i luft. E tash,
Pejgamberi jon alayhis salam I ka pas dy figura në çit kontekst, veçanërisht në mentalitetin e atëhershëm janë konë shumë të rëndësishme. Migja I ka kriju prestigj edhe siguri jashtë shtëpisë, gruaja I ka siguru, se më thonë, ambient të ngrohtë mrena shtëpisë. Tash, imagjinoni, kur mrena një vitit I hub çto dy figura. I vdes edhe migja, I vdes edhe gruaja. Deri në çat shkollë kanë shku shkruesit e biografisë pejgamberit, saqë është quajt viti I dëshpërimit. Tash, Israja dhe Miraxhi vjen mas që ti lëndimi, edhe unë mendoj që Israja dhe Miraxhi në karakterin e profetit alayhis salam I synon dy çështje. E para synon me ashëru këtë plakt e mahershme, që ato dhimbjet e mahershme dhe që ato peripetit që I ka kalu në për Mekë me gjitha ato sfida me idhujtarët dhe ato ofendime, lufta që janë lufta psikologjike që janë zhvillu para Isras e Miraxhit. Edhe çështja e dytë që synon Isra e Miraxhi me botë karakteri pejgamberit është me pregadit Hazreti Muhamedin, me motivu Hazreti Muhamedin për një epokë të re që po vjen. Do më thonë, Hazreti Muhamedi a.s. pregaditet për një epokë tjetër që është epoka e Medinës, ku mo ballafaqimi kryesor është me ndërtu shoqëni, nuk ka mo ballafaqimi kryesor me idhujtarët. Ballafaqimi kryesor është mo me muslimanët, me fetarët, me shoqëninë e tij. Sepse a keni pa na shpesh mendojna, krejt sfida është qysh me I bind ju besimtarët. Ajo është veç një pjesë elementit sfidës. Sfida është qysh me I formu besimtarët. Se shinive, nuk e kem na problemin kryesor me pa besimtar. Problemin ka njerë kryesor e kena me besimtar. Funja, na kur s'kena me arrit këtë botën mi bo musliman, për kur s'kena me, as kur s'kan me konë din ditë kiametit, se që shtu ka dash Zoti, po na kem hallin qata që janë musliman me konë të mirë, veç që kjo është synimi jo, na qëto e kem hallin. Do më thonë, nuk është gjithmonë sfida veç me jo fetaret, sfida e madhe është me fetaret. Unë kur të shkruj ka njëherë në rrjetet sociale, shumë njerëz më shkrujnë mu, pse ti po merresh me fetarët, pse po I atakon këta, qysh pse po për çajina na këtu, na jena mu marrë me fetarët. Po na hallin e kena mu marrë me fetarët, me I formu fetarët, në kodër sa gjithmonë edhe vetëm, po dihet e. Domthonjë, kjo është sfida. Për çata pejgamberi alayhis salam po hin në epokë ku ballafaqimi është me fetarët. Është tendenca me kriju një shoqëni goxha të konsolidune muslimane që don shumë kohë dhe shumë sfiduese. Edhe ku të kështu është kanë sfidat që kanë ndodhur në Medinë nuk janë më pak vështira se sa sfidat që kanë ndodhur në Mekë. Domethënë Israja dhe Miraxhi është një mrekulli që I një mungon një element themelor I mrekullisë. Cili është elementi themelor që mrekulli duhet të ndodhë para syve të pabesimtarëve? Pabesimtarët duhen me po mrekullin. Te Isra e Miraxhi asnjëherë se ka po mrekullin, se e ka ndodhur natën. Çka jep me kuptu që Isra e Miraxhi nuk e targeton, nuk e ka synim direkt, nuk I ka synim idhujtarët, sa e ka synim pejgamberin alayhis salam, me ashëru plagët e kaluara dhe me pregadit për një epokë të ardhshme, sfida e Medinës, edhe I ka target besimtarët. U ardh momenti që qëta besimtar duhen me lëshu Mekën, sepse Meka nuk ju jep mo këtyne mundësi zhvillimi, këta nuk mundën mu zhvillu mo në Mekë, sepse autoriteti I idhujtarëve është I fortë Mekë, nuk e lëshën, nuk len mu zhvillu ty. Mirë po, para hijretit edhe një sprovë. Sprovë kogja e vështirë. Zeti Aisha transmeton që dë njerëz janë luhat të besimi. Ka njëherë na di që kena halin. Na dhe me zveti për kujtënë, mos e sfido se po dela. Mone, merne me të mira. Di që kemë na në gjamije, ku do merne me të mirë se mos po idhnohet. A ne, s'ka gajle, na e përgdhelim, që të një tjetërin mos e idhnohet, nga një merne mos e po idhnohet, kretë në regull është. Po kur vina me kriju proceset mëdhaja, zgozojna mo me këtë logjik. Kur vina me kriju proceset mëdhaja, proceset e mëdhaja nuk bohan me njerëz kindergarten, rruje se po idhnohet, mo më se fol një fjalë se jet hatri, I met hatri ati, I met hatri këti, këtë me hatërmbetje.
edhe na mesim që aty. Ruje këto, dhe më thonë, nuk mundu më zhvillu me një komunitet që se cilit du të meru se i dhënohet. Natasha, jena këtu njës të pjekun, a jena fëmija, qka puna jonë? Tash, kur të vina të Meka, ti 13 vjetë, menzi i ke bo një 100 besimtar. 13 vjetë, menzi i ke bo 100 besimtar. 100. Le t'i themi maksimumi 100. E pse do të me i testu edhe një herë, para se me kalun Medine, pse do të këtë 100 me testu edhe një herë, se o rëzik të shkon për gjyst, t'jesin veç 50. Sepse logjika e profetëve, logjika e fesë, nuk i këshyr numrat, e këshyr vetë cilësin. Ma mirë 50 të fort, se 1000 me hoj. Me hoj, a i thëni me hoj? Me hoj, tu i dhënut. Ma mirë 10 besnik të fort, sinqert, burra, se 1000 që ashtu gjysa gjel. Me njerëz që nuk e dojnë menen, nuk mundesh me bo proceset mdoja, mundesh me shku me angën i kurban dikon, po, proceset mdoja, nuk mundesh me bo me njerëz që jenë, 50 kështu, 50 kështu, nuk bohen proceset e mdoja me kësi njerëz. Nuk bohet lufta me njerëz që kanë menen 50, apo pështojnë apo vdesim. Ata që shkojnë luft, shkojnë këtë me vdek. Tani, kush nuk e ka vdekën, pështën. Unë po mënona me spjegu pëse po duhet që kjo sfit, sepse procesi i Medines ka me konë qaq delikat, qaq sfidus, qaq i vështirë, që nuk bohat me njerë që janë me dy mene. Ma mire që tash me na tregu kush i ka ranet me arë me neve, kush nuk i ka. Jo më na vdonë gjysë rrugës. A dini ju, vllazni, mbetejën e Hunenit, është një betejën Medine ka ndodhë, ma vurë. 10.000 ushtarë kanë shku musliman. Kur ka fillu beteja, shumica kanë shu pritën. A dini kush se kanë shu pritën? Vetëm që ata që e në konë të eduku Meke, vetëm ata të Mekes, asë një se kanë shu pritën. Asë një se kanë shu pritën. Ato celulat e parat Mekes. Në gjdo proces fetar, komtar, duhet gjithë me konë një elite fort që nuk shën për. Tani ata rrethi i parë do të me konë të fort, rrethi i dytë tani bën me konë pak ma zaeft, rrethi i tretë, ama bërthoma do të me konë gjithë e atashme që e manë procesin deri në fund. Unë ju falenderoj juve gjithmonë edhe Allah ju shpëblef për kuhën edhe për durimin që po keni.